Atëherë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek kriza politike në Kosovë, ashtu si e thash edhe në fillim, ku kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar se Kosova do detyrohet të mbajë zgjedhjet njëpasnjëshme parlamentare nëse partitë nuk do të arrijnë një pajtueshmëri për zgjedhjen e presidentit të vendit, ku kanë mbetur më pak se një javë nga mbarimi i afatit kushtetues për këtë çështje. Dhe në këtë pjesë të dytë kam të ftuar analistin Visar Dilit. Përshëndes, Knajsia. Natësia është e imja, faleminderit për ftesën. Atëherë, Visar, se i përket kësaj krizës që tashmë është krijuar në Kosovë për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, ku edhe partitë opozitare nuk kanë pranuar kushtet e vendosura apo propozimet e vendosura nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, fillimisht çfarë po ndodh dhe sa i mundshëm është skenari i zgjedhjeve të përsëritura në Kosovë? Që nuk ndodh diçka e pazakontë dhe befasuese, ndoshta ndonjë lëvizje minutave të fundit nga zoti Kurti duke vendosur themi ndonjë kandidat konsensual që vjen nga shoqëria civile, po besoj që 80% janë gjasa që vendi të shkojë përsëri në zgjedhje, çka nuk është as pak e shëndetshme as për demokracinë, po as për ekonominë e Republikës së Kosovës, pasi që vitin e kaluar i kishim 3 palë zgjedhje të cilat i kaluam, 2 palë ishin zgjedhje qendrore dhe 1 palë ishin ato zgjedhjet lokale, shto dhe balotazhin këtu në disa komuna. Jemi duke tentu të kalojmë Bullgarinë sa i përket numrit zgjedhjeve brenda një afati të shkurt kohor. Bullgaria njihet që brenda 5 viteve kishte 8 palë zgjedhje, kurse ne nëse mbahen jam i bindur që pas këtyre zgjedhjeve të cilat do të mbaheni do të kemi edhe një palë tjera, sepse nuk do të kemi konsensus politik, atëherë do të kemi 5 palë zgjedhje brenda një afati shumë të shkurt një vjeçar. Këto nuk janë as pak, kjo përgjithsisht nuk është as pak një situatë normale, kisha me thënë Griselda. Në një shtet normal, kjo situatë mund të quhet abnormale dhe përpjekjet duhet të jenë maksimale por ta tejkalu këtë situatë. Unë po uroj dhe po shpresoj që liderët politik t'i provojnë edhe këto zgjedhje, të tentojnë që ta zvogëlojnë numrin e përqindjes të lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit dhe pastaj të tentojnë një farë forme të gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe të formojnë institucionet e vendit. Vendi jonë ka një qeveri legjitime e cila boron nga vota popullore me 51%, prandaj nuk është e udhës që edhe në këtë situatë vendi të shkojë në zgjedhje, sepse nuk kemi një dakordsi për një emër, themi për një president që i dim kompetencat e presidentit që janë në Republikën e Kosovës. Por Visar, pse është kaq e vështirë arritja e 80 deputetëve për zgjedhjen e presidentit dhe nga ana tjetër, a tregon kjo një krizë dështimi të sistemit politik apo nga ana tjetër kemi një mungesë vullneti nga partitë opozitare? Problemi qëndron tek deputetët e Republikës së Kosovës më shumë se sa tek liderët partijak. Ne në Republikën e Kosovës votojmë për zgjedhjen e parlamentit dhe as qeverisë, po as presidentit. Parlamenti është ai institucioni më i lartë shtetëror në Republikën e Kosovës. Parlamenti duhet të jetë konsistent në vendimet dhe veprimet e tyre dhe në farë forme të zgjedhin edhe presidentin e këtë stat përveç miratimit të ligjeve të tjera. Unë i shoh fajtor deputetët e Republikës së Kosovës të cilët në vend se të punojnë maksimalisht për të tejkalu këtë situatë, ata vazhdojnë të thellojnë krizën, e pam edhe para 2 ditëve tashmë deklaratën e deputetit Geci, që ishte një deklaratë skandaloze, por që nuk u përmbyll aty, ai vazhdoi edhe dje me gjuhë fyse dhe urrejtëse ndaj një deputeti tjetër grua. Duke por këtu kontribute të deputetëve në themi përshkallëzimin e situatës dhe polarizimin më të thellë të situatës, atëherë unë e kuptoj që për të qenë deputet në Republikën e Kosovës minimalisht dhe maksimalisht nuk të duhet formim intelektual për të befasu dikën themi nga qoftë kryetari i partisë, strukturat e tjera,
por duhet të jetë gara më e ashpër se kush është në servilës e tjetri, dhe cili nga ta mundet edhe në farforme në bazë të servilitetit të tyre të fitojnë ulësën e deputetit edhe pastaj të votohet vetëm atë e cila propozohet nga kryetari i partisë dhe strukturat e partisë. Prandaj këtu është problemi, thelbi i problemit qëndron tek 100 deputetët shqiptar të cilët janë në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Visar, nga ana tjetër, pse Lumir Abdigjiku dhe Bedri Hamza refuzuan ofertat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti? Pra çfarë përmbajnë? Ato janë sipas mendimit tim dhe analizës time, refuzimet e tyre nuk kanë bëjnë as pak me ndonjë pikë konstruktive, ose mund të themi që nuk janë pranuar për shkak të dallimit ideologjik e partijak, ose mos bashkëpuni, ose mos arritjes një konsensusi ose marrëveshje politike për një bashkëqeverisje. Këtu kundërshtime kanë ardhur kryekëput nga inati politik dhe tentimi të vendoset vetëvendosja si fajtoria bazë për blokadën e institucioneve ose për shkuarin në zgjedhje, atë të cilën lëvizja vetëvendosje bëri shumë mirë vitin e kaluar, duke i vendos partitë opozitare si fajtore kyçe. Partitë opozitare dëshirojnë ta bëjnë në raport me zotin Kurti. Mirë po, duke mos të qenë të gatshme të ofrojnë emra dhe duke mos qenë të gatshme të votojnë emrat e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, unë kam ndronë që partitë opozitare mund të dalin edhe më keq se sa në zgjedhjet e kaluara. E qartë. Korab, nga ana tjetër, sa ndikojnë të gjitha këto kriza politike dhe sidomos kjo e fundit në ekonominë por dhe investimet në Kosovë? Shiko, në një shtet I cili brenda 12 muajve ose më shumë se 12 muajve nuk ka arritur të ketë institucione stabile, funksionim stabil, besoj që askush nuk është interesuar edhe të financoj. Në këtë rast edhe po flasim për fondet e BE-s, të cilat jo vetëm që do ta prekin Kosovën, por edhe gjithë Ballkanin, po me veçanti flas për Kosovën sepse unë po të isha pjesë e Bashkimit Evropian, nuk do ta kisha guximin të investoja në Republikën e Kosovës, sepse një politik kaq e brisht e cila është kaq e luhatshme dhe nga dita në ditë kemi mundësinë të shkohet në zgjedhje, nuk është që mund të përdoren këto fonde për diçka tjetër. Ato nëse nuk ka bëj 60 milion të cilat dëshironte ti financonte BE-ja, do t'i garantonin Kosovës 6 palë zgjedhje, sepse tek ne një palë zgjedhje kushtojnë për 10 milion. Prandaj përse duhet t'i japin ato 60 milion kur ne nuk jemi stabil dhe konsistent në qëndrimet dhe udhëheqjen e vendit. Kush është duke përfituar më shumë nga kjo krizë politike, Visar? Më së shumti janë duke përfituar armiqt e përbetuar të Republikës së Kosovës. Nuk besoj që partitë politike kanë përfitim afat gjatë, ato mund të kenë përfitim afat shkurtër, afat shkurtër duke I marrë një grusht vota më shumë se sa zgjedhjet e kaluara, mirë po populli I Republikës së Kosovës e ka dëshmuar që ne mund të durojmë për 10, mund të durojmë për 20, mund të durojmë edhe për 30 vite, por që në momentin e parë që vendosim të hakmerremi, politikanëve tanë I çojmë të shtëpia dhe nuk mendojmë fare. Kjo ndodhi në vitin 2021, kur pjesa dërmuese e qytetarëve të Republikës së Kosovës, pra mbi 50% në atë periudhë vendosën që partitë opozitare tashmë t'i çojnë në opozit dhe mos t'i lejojnë të jenë pjesë e pushtetit, sepse në syrin e tyre ato nuk kishin bërë aq mjaftueshëm sa duhej dhe mund të kishin hapësirë. Prandaj përfitimet afat shkurtra nuk do t'ju ngelin në fyt në ditë të gjithë këtyre politikanëve të cilët e kanë fatin e mirë të jenë shërbëtorë të qytetarëve të tyre, sepse jo gjithkush ka mundësinë dhe fatin të jetë në pozitat të cilat janë ata, në vend se ti përdorin themi për mirë dhe tentojnë të shërbejnë